Tirana, jeton në një vend tjetër. Edhe jeton në distancë. Sa distancë orë? Distancë, jeton në shtet tjetër. Edhe pastaj u bë edhe më toksik, takoheshem edhe më shumë rrallë. Disa unë thash, unë atë vit më ndroi jetë nëna, nuk jetoja mas një ono Agnesa, jo s'ishe fare në shtëpi, më radh jetoja komplet vetëm. Edhe pastaj kur bëra një rezume të gjithë gjës time, thash, okej, unë s'po më shkojnë shumë gjëra në rregull, edhe ky personi që supozohet ma bëj jetën time më të mirë, po ma bën edhe më të vështirë. Edhe thash, a jam unë me vërtet kaq në nevojë për këtë person që s'po më jep asnjë kënaqësi. As plotësim shpirtëror, as emocional, as një gjë. Edhe thash, jo, Selin, kjo nuk është për ty. Më vinte shumë keq sepse në momentin që ne e kemi shkëputur marrëdhënien, nuk ka qenë në më të mirën e tij. Po kishte kohë që nuk ishte dhe unë e kam respektu, kam shkel mbi veten time tu dash me respektu personin që derisa të vinte një moment që mos t'i binte aq bëm, mos më binte mua. Po jam munduar unë me mëtimen, të paktën familja e tij e thot shpesh që ta respektoj deri në maksimum, ndërkohë nuk ka qenë shumë e tillë nga ana e tij. Edhe kam pas shumë të shëmtuar edhe ndarjen. Dhe ishte shumë nuk e pranonte dot faktin që unë kisha kërkuar që unë dua të shkëput marrëdhënien. Po mendoj që nuk e di nëse po ta dëgjon tani, uroj që ti duke bërë mirë me jetën e tij dhe të ketë marrë ndonjë mësim për të qenë një version më i mirë i vetes. A ka pas vështirë me pranu? A dhe nuk e ka pranu kështu fshatar që mund t'ja toleroja si veprime. Dhe unë thoya, kur unë të jem 27 vjeç, unë isha 20. Dhe them veten tim, kur unë të jem 27 vjeç, imagjino sa progres mund të kem bërë si person, sa po bëja dita ditës. Ndërkohë, një 27 vjeçar që ishte ai, kishte ca mendime fëminore, ca pasiguri që mua më ndikonin, si pëlqenin. Dhe unë thoya, pse duhet të jetë kaq i pasigurt? Se unë si person mendoj që jam njëri që t'jap shumë siguri. Kupton, sidomos kur ta vërtetoj që me ty nuk jam duke bërë shaka, por realisht jam në të njëjtat ujëra, pra